Amaneti jonë është që atë që neve u informuam për Zotin e gjithësisë përpara, t'ja përçojmë dhe atyre që akoma se kanë kuptuar, që të jetojmë gjithë siç duhet. Kështu është përshkruajtur në hadith. Ka thënë profeti, ato që janë sipër në kuvertën e anijes duhet më ia çuaj atyre që janë poshtë, se ato po zgjetën ujë, në esencën e jetës sipër, ka thënë do ta hapin anijen për poshtë, me marr ujë nga poshtë do përmytemi të gjithë. Po neve duhet jemi të qartë herë që i madhi Zot për çfarë qëllimi jetojmë, se ti mund thush la ilahe illa Allah, s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe çdo ditë kalon duke u robru mas lekut. Ti mund thush çdo ditë la ilahe illa Allah, s'ka zot tjetër përveç Shëndjosit të madh gjithësisë, dhe çdo ditë kalon në kotësi, s'bën kur gjë. As në atë ditë nuk shtove diturinë, as në atë ditë nuk shtove biznesin, as në atë ditë nuk punove, as në atë ditë nuk u fale, as në atë ditë nuk i dhe bereqetin asaj dite, edhe ajo nuk është mo islam. La ilahe illallah ka ngel si fjale përgjithshme, nuk është fut thellë në jetën tënde. Zoti i gjithësisë për mos na lënë jetim na dha alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tha e krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju parë, për të na parë vëllezër motra të nderuara. E krijoi jetën edhe vdekjen për të na parë sa vepra të mira do të bëjmë. Kjo duhet të jetë moto. Ky duhet të jetë slogani i çdo muslimani dhe muslimane. Çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit, kjo është ajo që neve duhet kemi parasysh.